Blera po kalon disa ditë të bukura me familjen e tij në Sarajevo duke shijuar momente të veçanta pranë më të dashurve të tij. Së fundmi Aronita ka ndarë në rrjetet sociale një fotografi ku shihet një buqet e madhe me trëndafila të kuq, që duket se është një surprizë romantike nga Blera. Megjithatë, dhurata më e çmuar për Aronitën mbetet familja e tyre. Në të njëjtën kohë, Blera është parë duke mbajtur në duar djalin e tyre, një moment që ka prekur ndjekësit. Çifti po shijon kohë cilësore së bashku, ndërsa nga postimet e tyre nuk mungojnë as gjeste e dashurisë dhe përkushtimit ndaj njëri tjetrit. Megjithse kanë vendosur të ndajnë shumë momente të bukura me publikun, Blera dhe Aronita vazhdojnë të mbajnë privat një detaj shumë të rëndësishëm. Emri i bebes ende nuk është zbuluar, duke mbetur një surprizë që çifti ka zgjedhur ta ruajë vetëm për veten dhe njerëzit e afërt. Ardhja në jetë e djalit shënon një moment të veçantë për çiftin, ndërsa fansat vazhdojnë t'i urojnë shëndet, lumturi dhe sa më shumë momente të bukura në rrugtimin e tyre si prindër. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.